Thot Bilali radiallahu anhu, një ditë prej ditësh para namazit sabahut po shkoj tek profeti alayhis salam dhe po gjej duke qarë. I thash, pse qano i dërguari i Zotit? Tha, më kanë zbritur sonde ajete njërë para ato që i lexon dhe nuk mediton në domethënien e tyre. E pyet Bilali, cilat janë këto ajete? Lexoi profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumente të qarta për zotërit e mendjes. Ata të cilët e përmendin Allahun xhelle xhelalu kur janë në këmbë, kur janë ulur dhe kur janë shtrirë, dhe thonë, o Zoti jon, ti nuk i ke krijuar këto. I lartë madhërishëm jeti ndaj na ruaj nga dëshkimi i zjarrit xhehenemit, apo ku bëhet fjalë për dhikrin, për mendjen që i bante Zoti xhelle xhelalu profeti Muhammed alayhis salam, thot Aisha radhiyallahu anha, jam zgjuar një natë dhe nuk po e gjej profetin alayhis salam në shtrat. Po shoh thot se ishte në sejdë. Dhe ngjoj thot duke thënë Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. O Zoti im, më kërkoj mbrojtje nëpërmjet faljes tënde nga dëshkimi jot. Kërkoj mbrojtje prej teje. Unë nuk mundem me të madhëruar ty sikurse ti e meriton. Ti ashtu siç e ke përshkruar veten tënde. Është shumë në çdo aspekt, në jetës, për sa i përket bujarisë, për sa i përket mbështetjes në Zotin,